Arkeologja Brikena Shkodra është rikthyer për të 5-ën vit me një ekspedit në Forumin Bizantin të Durrësit. Ekipi arkeologëve ka nisur gërmimet në disa hapësira të monumentit të rëndësishëm të antikitetit dhe gërmimet e shpëtimit pritet të zgjasin deri në fund të muajit. Jemi rikthyer për vitin e 5 në fakt gërmimeve tona këtu. Është pjesë e një projekti që studion qytetin e Durrësit në antikitetin e vonë, një projekt i Institutit të Arkeologjisë i mbështetur për pjesën e gërmimit nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe për pjesën studimore mbështetet nga një fondacion gjerman që është Gerda Henkel Stiftung. Qëllimi i rikthimit tonë edhe këtë vit është kemi ende nevojë që të mbledhim të dhënat mjaftueshme për të shkuar në fazën finale që është studimi i të gjithë elementeve përbërës, i kompleksitetit të dhënave që na ka trashëguar ky monument. Por çfarë pritet të nxjerrë në dritë ekspedita e radhës në forumin rrethor që periudhën e lullëzimit e njohur në shekullin e 6 dhe 7 të erës sonë dhe më pas të dhënat historike për funksionin e mëtejshëm të tij, ndërtimet e mëvonshme të tjerë janë ende të pamjaftueshme? Ajo që ne kemi nevojë prioritare për të dhënat në lidhje me këtë strukturë është sidomos faza që pason braktisjen e funksionit publik të këtij monumenti, siç funksiononte gjatë shekujve 5 dhe 6, funksioni origjinal i cili lidhet me një shesh publik ku organizoheshin aktivitetet sociale, politike, artizanale, tregtare. Pra, në këtë formë integrale funksionale monumenti ka ekzistuar për të paktën 2 shekuj. Më pas, historinë e transformimit dhe të ripërdorimit të kësaj hapësire për gjatë gjithë periudhës nga shekujt 7 deri në mesjetën e vonë, pra shekujt 14-15, të dhënat tona janë minimaliste. Shesh tregu i periudhës bizantine besohet se është ndërtuar në shekujin e 6 të erës sonë dhe zinte një pozicion qendror në raport me ndërtimet e mëdha publike dhe fetare të Tyrahut antik. Arkitektura e tij dëshmon funksionin e një shesh tregu rrethor me portik. Teknika e ndërtimit dhe materialet e përdorura e datojnë këtë monument si bashkohës të ndërtimeve publike të realizuara gjatë qeverisjes të perandorëve Anastasi I dhe Justiniani.